Territori shqiptar për datën 27 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme duke sjellë mot me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në zonat perëndimore, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta në pjesën më të madhe të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell në shumë qytete të vendit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 27 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 27 janar do të jetë rreth orës 6:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:56 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 6 deri në 12 gradë Celsius. Kukës 3 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë 7 deri në 12 gradë Celsius. Durrës 7 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 6 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan 6 deri në 12 gradë Celsius. Berat 6 deri në 11 gradë Celsius. Korçë 0 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 7 deri në 15 gradë Celsius.